Ulja e pragut të ardhurave dhe detyrimi për deklarim për individët e dy punësuar ka sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të qytetarëve që kanë dorëzuar deklaratën individuale vjetore të ardhurave për vitin 2024. Sipas të dhënave të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, gjatë vitit 2024 janë regjistruar 124.416 individ që kanë dorëzuar DIVA-n, nga të cilët rreth 58.500 janë deklarues të rinj, në krahasim me vitin 2023, kur u deklaruan vetëm 65.910 individ. Kjo rritje lidhet me ndryshimet në ligj që ulën pragun e të ardhurave vjetore nga 2 milion lek në 1.2 milion lek, duke zgjeruar kategorinë e individëve që kanë detyrim për të dorëzuar deklaratën. Gjithashtu, individët e dy punësuar pavarësisht nivelit të ardhurave kanë vijuar të mbeten subjekti detyrimit për plotësimin dhe dorëzimin e DIVA-s. Një tjetër ndryshim për vitin 2024 ishte afati i dorëzimit i cili u ofrua nga 30 prill në 31 mars, duke shtuar presionin për përmbushjen e detyrimit në kohë. Megjithatë, nga 143.369 individ që kishin detyrim për dorëzimin e DIVA-s për vitin 2024, rreth 19.000 nuk e përmbushën atë brenda afatit ligjor. Edhe për këtë arsye do të penalizohen me gjob prej 3.000 lekësh.